Gjesti dhe Egli janë ulur në obor, në dritën e zbeth të natës, ndërsa ajri i freskët i mbrëmjes i përkëdhel fytyrat. Mes tyre ndodhet një heshtje e ngrohtë, por e ngarkuar, që duket sikur flet më shumë se çdo fjalë. Pas disa minutash, Gjesti merr guximin dhe nis të flasë, me zë të butë dhe sy që shmangin her pas here shikimin e Eglit. Egli, se di si ta them, por kam filluar të mendoj shumë për ato momentet tona. Për atë puthjen. Nuk është thjesht një gjë loje për mua, thot ai, duke e kthyer kokën nga ajo. Serioz, Egli nuk përgjigjet, thjesht e vështron, duke e lënë të vazhdoj. Unë puth mirë, apo jo? Thot me një buzëqeshje të lehtë për ta zbutur atmosferën, por më pas zëri i tij merr sërish një ton të ndjerë. Por kur putha aty ishte ndryshe. Nuk ishte thjesht një moment i bukur. Ishte një ndjesi që nuk e kuptoj ende. Si një rëmuj në stomak, si diçka që më shkon nga brenda. Ai ndalet për një çast, si për të menduar fjalët e tij, pastaj hedh syt përsëri nga ajo. Unë s'po e kuptoj çfarë po ndodh me mua. Kur jeti afër, më duket sikur gjithçka tjetër humbet rëndësinë. Por njëkohësisht s'jam i sigurt se çfarë ndjej. Ka ndjenja, patjetër që ka, por janë të çuditshme. Janë të thella, të forta dhe ndoshta pak frikësuese. Egli mbetet në heshtje, e prekur dhe njëkohësisht të hutuar nga sinqeriteti i tij. Gjesti vazhdon, më butë se më parë, nuk po ta them këtë për të ngatëruar. Po ta them sepse e ndjej. Dhe ndoshta është hera e parë që ndjej diçka kaq të vërtetë. Po më çmend ideja që ndoshta jam i humbur në ty dhe se kam kuptuar ende. Ajri midis tyre ngushtohet, ndërsa një ndjenjë e pazakontë fillon të ndërtohet mes fjalëve të thëna dhe atyre që mbeten pezull. Egli i afrohet Gjestit me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim të ngacmueshëm, duke parë në sytë e tij me një shkëlqim të veçantë. Ajo e di që ka një ndikim të fortë mbi të, por gjithsesi, sot është ndryshe. Në momentin që ajo flet, zëri i saj ka një ngarkesë të ngrohtë, por gjithashtu edhe një notë të ngacmimit që i shtohet bisedës. Mendoj se puth më mirë se ti, thot Egli, duke e shikuar me një buzëqeshje të fshehur dhe duke përdorur gjestin e tij për të nënkuptuar diçka më shumë se thjesht fjalë. E jo vetëm kaq, por unë mendoj se ka ndjenja të forta që po lindin këtu. Ndjenja që ndoshta ti nuk i ke kuptuar akoma, por janë aty. Gjesti ngurohet për një moment. Ai e dëgjon, por nuk është i sigurt si të reagojë. Mendimet i shuhen në një shtresë të pasigurt dhe të çuditshme, ndërsa Egli vazhdon duke e shikuar me shumë vëmendje. Ti nuk e di ende, apo jo? Nuk ke kuptuar ndjenjat që po lindin mes nesh, por beson, ato janë të forta dhe të vërteta, thot ajo, duke e ngacmuar me një të qeshur të butë. Gjesti e vështron Eglin, por sytë e tij janë të hutuar dhe të pasigurt. Ai është i ndarë mes dëshirës për të besuar fjalët e saj dhe frikës për atë që mund të ndodhë më pas. Nuk e di. Nuk e di çfarë po ndodh, Egli, përgjigjet ai, duke lëvizur dorën në ajër, si për të përshkruar pasigurinë që ndjen. Po, ndoshta po bëjmë diçka që asnjëri prej nesh nuk e kupton plotësisht. Po ndjenjat janë të forta, por a janë të vërteta? A janë të sinqerta? Egli vazhdon ta shikoj me vëmendje, sytë e saj shkëlqejnë nga një ndjenjë e paqartë, ndoshta një përzierje mes ndjenjës së ngrohtë dhe intrigës që ka për Gjestin. Për momentin, më lejo ta them që po, mund të jem më e sigurt se ti, por beson, ndjenjat që kemi për njëri tjetrin janë diçka më shumë se sa thjesht një lojë, thot ajo, me një ngjyrim të ngrohtë në zërin e saj, dhe e afron edhe më shumë. Gjesti, ende i ngatëruar, e ndjen se diçka e thellë po e lidh me të, por ka frikë të përballohet me të vërtetën. Ai nuk e di çfarë të thotë. Nuk jam i sigurt. Po, ndoshta është gjithçka më ndryshe. Por, a është koha e duhur për të kuptuar këtë? Në atë moment, Egli i buzëqesh me një të qeshur të butë dhe i shtrëngon pak duar, duke treguar se është e gatshme të qëndrojë aty dhe të presë që ai të kuptojë ndjenjat e tij, edhe nëse ato janë ende të paqarta, e tij. Gjesti dhe Rozana janë ulur në obor, mes një atmosfere të mbushur me tension të padukshëm, që sa vjen e bëhet më i rëndë. Gjesti, me ton ironik dhe i mbështetur në karrigen e tij, nis të flasë me një buzëqeshje që Rozanës i ngjan më shumë tallje se misi. Rozana, ti je shumë e lehtë për t'u lexuar. Çdo lëvizje jote është e parashikueshme.
Dhe të them të drejtën nuk je në nivelin tim në këtë lojë, thot ai, duke ngritur vetullat me nënkuptim. Rozana e humbet qetësinë, fytyra i skuqet dhe duart i dridhen nga nervat. Ajo përpiqet të kundërshtojë, por gjesti nuk ndalet. Zëri i tij bëhet më i ngadalshëm, më i mprehtë. Ti mendon se je e fortë, por e vërteta është që nuk je as afër. Dhe me qëra fjala po luaj me Eglin. E kam thënë edhe do e them prapë. Po bëj lojën time. Dhe ti je vetëm një pengesë e vogël në rrugën time. Rozana mbyll sytë për një moment, përpiqet të ruajë kontrollin, por nuk ja del e kap paniku dhe nervozizmi, fillon të flasë me vete, duke përsëritur fjalë që nuk kanë kuptim për të tjerët, por për të janë përpjekje për ta bindur veten që është ende në kontroll. Ai s'mund të flasë kështu, jo, nuk është normale, ai po luan, jo, nuk e pranoj, murmurit ajo, ndërsa fytyra i shtrembërohet nga shkënjimi. Gjesti e sheh këtë moment si triumf. Ai e vëren se ka arritur ta çojë Rozanën në limitet e durimit të saj dhe me ton edhe më provokues i afrohet pak më shumë. E shikon, Rozana? E humb veten fare. Prandaj nuk je lojtare e fortë. Nuk di të mbash kontrollin, nuk di të luash strategjikisht. Emocionet të tradhtojnë. Të gjitha ata që ndodhen përreth fillojnë të shohin me habi se si situata po degradon. Disa përpiqen të ndërhyjnë, por Rozana ngritet me vrull dhe i drejtohet Gjestit me një shikim të mbushur me përbuzje dhe mëlleth. Ti je një njeri i ftohtë, manipulues dhe i rrezikshëm. Nuk do t'i zgjas shumë loja jote. Por Gjesti buzëqesh, si gjithmonë i bindur se çdo lëvizje e tij është nën kontroll. Do ta shohim, Rozana. Por deri atëherë mirë se erdhe në spektakël. Atmosfera mbushet me tension dhe heshtje. Loja sapo ka marrë një kthes të fortë. Loredana, me një buzëqeshje provokuese në fytyrë dhe një ton lozonjar, i afrohet Jozit ndërsa ai qëndron i ulur në cep të dhomës. Me zë të lartë, që të gjithë ta dëgjojnë, i thot me ironi, hajde, Jozi, mos u bëj i ftohtë eja të përqafoj, se e di që po më mungon. Ajo i hap krahët sikur ta ftoj për një përqafim të ngrohtë, por nga syt i lexohet qartë që është thjesht një lojë, një mënyrë për ta provokuar dhe për ta vënë në siklet përpara të tjerëve. Jozi e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por të ftohtë, dhe ngrihet me ngadalë. Loredana, i thot ai me një ton të prerë, mos u lodh kot. Unë nuk kam asnjë interes tek ty, e di shumë mirë që ti po e bën për lojë, për show, por unë nuk jam pjesë e kësaj skeme tëndes. Ai bën një hap pas, duke shmangur përqafimin dhe vazhdon. Nëse mendon se mund të më provokosh ose të më bësh xheloz, je në rrugë të gabuar. Nuk më intereson çfarë bën, me kërri apo çfarë thua. Mua nuk më bën më as përshtypje. Loredana sforcohet të mbaj buzëqeshjen, por në sy i duket një nuancë bezdie. Ajo nuk e kishte pritur këtë reagim nga Jozi. Në vend që ai të reagonte, ai ja kthen ftohtësinë me indiferencë, dhe kjo e lëndon më shumë se sa një fjalë e rëndë. S'ka problem, i thot ajo, duke hequr dorën e shtrirë dhe duke u kthyer mbrapsht, nuk do të lutem unë për një përqafim. Ka plot të tjerë që do ta donin. Por të gjithë e kuptojnë se pas atyre fjalëve, ajo ndoshta kishte pritur një reagim ndryshe nga Jozi, një afrim, një shenjë se ende kishte ndikim mbi të. Ndërsa Jozi, i vendosur, vazhdon rrugën e tij, duke treguar se për të, loja e Loredanës nuk ka më asnjë efekt. Jozi afrohet ngadalë në dhomë, me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, ndërsa sheh Eglin të shtrirë në gjumë. Ai përkulet pak dhe me një ton të butë fillon ta therrasë. Egli zgjohu, është koha, hajde. Por, pa pritur, Gjesti del nga ana tjetër e dhomës, duke bërë hapa të shpejt drejt tyre. Ai vendoset mes Jozit dhe shtratit dhe me një ton të prerë i thot, Jozi, lëre rehat, mos e zgjo. Jozi, i habitur, e shikon me nervozizëm dhe i thot, pse? Çfarë problemi ka? Thjesht po e zgjoja, nuk po bëja gjë të keqe. Por Gjesti nuk tërhiqet. Ai qëndron para tij si një mur dhe me një ton akoma më të fortë ja kthen, Jozi, ik. S'ka pse të jesh ti ai që e zgjon. Lëre të qetë. Nuk është puna jote. Atmosfera tensionohet për disa sekonda. Jozi e sheh me dyshim dhe pastaj lëviz pak mbrapa. Po ç'është kjo sjellje, Gjesti? Pse sillesh sikur e kontrollon ti kush flet me kë? Gjesti s'përgjigjet më.
Vetëm e shikon me një vështrim të ftohtë dhe i bën me dorë të largohet. Thjesht ik. Jozi, ndonë se i mërzitur, nuk bën më rezistencë. A i kthen shpinën me një murmurim të pakënaqur dhe largohet nga dhoma, ndërsa gjesti mbetet pranë Eglit, duke e parë atë me një vështrim të kujdesshëm, si për ta ruajtur gjumin e saj nga gjithçka që mund ta shqetësonte. Jozi, me një shikim të ftohtë dhe të vendosur në fytyrë, qëndron përballë Loredanës, e cila po përpiqet të afrojë me një ton të butë dhe një buzëqeshje të sforcuar. Ajo i afrohet ngadalë dhe i thot: "Jozi, pse po sillesh kështu? Po përpiqem të flas me ty, të shoh në sy, por ti më largohesh." Por Jozi nuk tundet. Ai e shikon për pak sekonda, pastaj hedh syt anash sikur po kërkon një dalje. Me një ton të qetë, por të prerë, i thot: "Loredana, mjaft. Nuk kam më durim për këto lojra. Nuk jam këtu për të bërë pjesë e skenave që ti sajon çdo ditë. S'mund të më afrohesh vetëm kur të intereson ty dhe pastaj të sillesh sikur s'ka ndodhur asgjë." Loredana mbetet për një moment pa fjalë, si e shtangur. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por në sytë e saj duket qartë që nuk e ka pritur këtë reagim kaq të ftohtë. "Thjesht doja të flisnim si njerëz", mërmërit ajo, por Jozi e ndërpret: "S'ka më për të folur. Më mirë të më lësh vetëm. Ti mund të bësh ç'të duash, por unë nuk kam më interes për asgjë që vjen nga ty." Ai kthen shpinën pa e parë më dhe largohet me hapa të ngadalë, por të sigurt. Loredana e ndjek me sy ndërsa ai futet brenda në dhomë dhe mbyll derën pas vetes pa thënë asnjë fjalë tjetër. Ajo mbetet vetëm në korridor, duke e kuptuar se Jozi nuk e pëlqen më dhe se ai ka vendosur ta lërë mënjan çdo afrim nga ajo. E gjithë skena është një goditje për Loredanën, e cila tani duket se po kupton se loja ka marrë fund dhe se Jozi nuk është më i gatshëm të luajë me ndjenjat e saj. Jozi, i nervozuar dhe me ton zëri të ngritur, i afrohet Eglit në oborin e shtëpisë ku atmosfera është bërë e tensionuar. Ai e shikon drejt në sy dhe i thot: "Egli, ti nuk ke as pak respekt për prindërit e tu. Sjellja jote është e papërgjegjshme dhe e turpshme. Të kam parë disa herë duke bërë të njëjtin gabim dhe sërish vazhdon sikur asgjë s'ka ndodhur." Egli ngrim për një moment, e befasuar nga mënyra e drejtë për drejtë dhe e ashpër e Jozit. Ajo i ngre vetullat dhe i kthehet me ton të lartë: "Mos guxo të përmendësh prindërit e mi. Ti nuk e di asgjë nga ajo që kam kaluar unë. Mos më gjyko si të isha ndonjë njeri i pashpirt." Por Jozi nuk tërhiqet. Ai tund kokën dhe vijon: "Unë e di shumë mirë se çfarë po ndodh. Ti po i shgënjen njerëzit që të duan. Dhe më vjen keq ta them, por je duke përsëritur të njëjtat gabime që ke bërë më parë. A nuk mjaftuan herët e tjera që të mësosh diçka?" Egli, e prekur thellë dhe e zemëruar deri në palc, fillon të lëviz me nervozizëm, ndërsa syt i mbushen me lodh. "Mjaft. Nuk kam nevojë për moral nga ti, Jozi. Ti nuk e di as çfarë ndjeja as çfarë kaloj çdo ditë këtu. Mos më bëj më të ndihem si një njeri i pavlerë." Debati vazhdon edhe për disa minuta me tension të lartë, ku të dy nuk përmbahen dhe shpërthejnë me fjalë të forta. Atmosfera përreth tyre ngarkohet, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë me shqetësim situatën që po përshkallëzohet. Egli, me fytyrën e skuqur dhe sytë që i digjnin nga acarimi, nuk mund të duronte më. Zemra i rritë fort nga nervozizmi dhe hapat e saj të shpejt drejt Jozit përçonin një vendosmëri që nuk kishte nevojë për fjalë. Ajo ndaloi përballë tij, shumë afër, duke e parë drejt në sy me një shikim që e ngrinte vendin në heshtje. Çdo lëvizje e saj dukej si një shpërthim i përmbajtur për shumë kohë: "Mos guxo kurrë më, Jozi, kurrë më, të përmendësh prindërit e mi. A e kupton? Ti nuk ke as të drejtën më të vogël, as guximin moral që të flasësh për ta, e aq më pak të më gjykosh mua për raportin që kam me familjen time." Shpërtheu ajo me zë të ngjyrur nga emocionet e forta. Jozi hapi gojen për të thënë diçka, por Egli ngriti dorën si për ta ndalur dhe vazhdoi pa i dhënë asnjë mundësi të fliste. "Ti nuk e njeh jetën time, nuk ke qenë aty kur kam qarë netve vetëm, kur kam luftuar për të qëndruar e fortë, kur më ka munguar një përqafim. Ti nuk di asgjë për mua. Dhe është e neveritshme që përpiqesh të përdorësh atë pjesë më të ndjeshme të shpirtit tim si armë kundër meje." E ulët.
Pa ndjenjë. Tashmë jo vetëm zëri i saj, por edhe të dridhurat në trupin e saj tregonin sa thellë e kishte prekur komenti i Jozit. Banorët e tjerë filluan të mblidhen rreth tyre, disa në heshtje, të habitur nga fuqia e fjalëve, të tjerë me fytyra të tensionuara që tregonin se ishin të vetëdijshëm për rëndësinë e momentit. Je një njeri i ndyrë, Jozi. E po ta them drejt, i ndyrë. Sepse vetëm një njeri pa moral dhe pa shpirt përdor prindërit e dikujt si mjet për ta ulur, për ta fyer. Nuk ke as zemër e as mend për të kuptuar se çfarë do të thotë dhimbja familjare. Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por është i shokuar. Egli e shikon me përçmim, si dikë që e ka zhgënjur më shumë se kushdo tjetër. Ti e quan veten burr, a? Po ku është burrëria jote kur lëndon një grua përmes plagëve të saj më të thella? Ku është burrëria kur i shkel ndjenjat e të tjerëve për një lojë të ndyrë? Duke e parë se ai nuk po reagonte, ajo i dha edhe goditjen e fundit. Para se të flasësh për mua, shiko veten në pasqyrë. Shiko se sa bosh je brenda. Pastaj, ndoshta, do kuptosh se nuk ke të drejtë të gjykosh askënd. Me një hap të fortë dhe një frymëmarrje të thellë, Egli u largua, duke lënë pas një atmosferë të mbushur me tension, ku askush nuk guxonte të thoshte asnjë fjalë. Heshtja që mbeti pas saj fliste më shumë se gjithçka tjetër. Gjesti ulet pranë Gertës dhe fillon të flasë me një ton të shqetësuar për Eglin. Ai tund kokën dhe pshertin thellë, duke dhënë përshtypjen se ka diçka që e mundon prej kohësh. Gerta, unë nuk e kuptoj fare më Eglin. Ajo nuk është në Terezi, po bën shumë gabime njëra pas tjetrës dhe nuk e kupton fare që po dëmton veten. Gerta, e cila e dëgjon me vëmendje, ngre vetullat dhe pyet me kureshtje, çfarë do të thuash me këtë? Çfarë gabimesh po bën? Gjesti shtrëngon nofullat dhe shikon përreth sikur po kërkon fjalët e duhura. Ajo po sillet sikur nuk i intereson asgjë. Një ditë më afrohet, një ditë më largon, pastaj futet nëpër debate të kota me të gjithë dhe del gjithmonë keq. Nuk e kuptoj çfarë kërkon. Ose është shumë e pasigurt, ose thjesht po luan një lojë që nuk di ta kontrollojë. Gerta e shikon me dyshim dhe e pyet, po ndoshta thjesht është e ngarkuar emocionalisht? Ndoshta ka nevojë për mbështetje, jo për kritika? Gjesti që është hidhur dhe tund kokën. Unë jam përpjekur ta ndihmoj, e kam këshilluar, i kam thënë të mos përfshihet në konflikte të kota, por ajo nuk më dëgjon. Në vend që të kuptoj që e dua për të mirën e saj, më sulmon, më bën të ndihem sikur unë jam armiku i saj. Nuk mund ta ndihmoj dikë që nuk do të ndihmohet. Gerta përpiqet ta qetësoj, ndoshta thjesht i duhet kohë. Ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë menjëherë se kush ua do të mirën. Gjesti pshertin sërish dhe thot me një ton të lodhur, nuk e di, Gerta, por nëse vazhdon kështu, do të jetë vetë ajo që do të dëmtoj veten. Dhe unë nuk mund të bëj asgjë për ta ndalur. Biseda mes tyre vazhdon, por Gjesti duket i zhgënjur dhe i pavendosur për atë që duhet të bëj me Eglin. Egli, me një shikim të trazuar dhe zemrën që i rre fort, më në fund pranon atë që kishte kohë që përpiqej ta mohonte. Po, e pranoj. Kam ndjenja për Gjestin. Thot ajo me një zë të dridhur, duke kaluar duart nëpër flok, sikur po përpiqet të gjejë një mënyrë për të qetësuar mendjen e saj të stuhishme. Nuk e di se si ndodhi, nuk e di pse ndodhi, por më ka pushtuar. Po çmendem pas tij dhe nuk di çfarë të bëj. Ajo ndjen se po mbytet nga emocionet dhe fjalët i dalin nga goja pa mundur t'i ndaloj. Më pëlqen gjithçka tek ai, edhe pse e di që nuk duhet. E di që është gabim, e di që ai nuk më do dhe ndoshta nuk do të më doj kurrë. Ai nuk më shikon si unë e shikoj atë, nuk ndjen të njëjtën gjë si unë, por prapë, nuk mund ta ndaloj veten. Egli ndjen një lëmsh në fyt ndërsa kujton momentet kur Gjesti ka qenë pranë saj, kur e ka bërë të qesh, kur e ka ngacmuar, por edhe kur e ka lënduar. E shoh në sytë e tij nuk ka asnjë shkëndijë për mua. Nuk ka asnjë ndjenjë. Unë vetëm sa po gënjej veten me shpresën se diçka mund të ndryshoj. Por ai nuk do të më doj kurrë. Ai nuk më do dhe nuk do të më doj asnjëherë. Ajo kafshon buzën dhe mbyll sytë për një moment, duke u përpjekur të mbledh veten. Dhe më e keqja është se, edhe pse e di të vërtetën, unë ende vazhdoj ta dua.
Ende vazhdoj të mendoj për të, ende vazhdoj të pres diçka që nuk do të vijë kurrë. Jam e marrë që po lejoj veten të ndjej kështu për ditë që as nuk i intereson. Ajo ndjen një boshllëk të madh në shpirt ndërsa pranon realitetin. E vërteta është e hidhur, por sado që të përpiqet ta injoroj, sado që të përpiqet ta shtyp këtë ndjenjë, nuk mundet. Zemra e saj tashmë është e lidhur me ditë që nuk e ka dashur kurrë dhe ndoshta as nuk do ta dojë ndonjëherë. Gjesti shikon Eglin në sy me një shprehje të ftohtë dhe të vendosur. Ai merr frym thellë dhe tund kokën, sikur po përpiqet të gjejë fjalët e duhura për t'ia shpjeguar asaj situatën. Egli, dëgjo, fillon ai me një ton serioz, dua të jem i sinqert me ty dhe dua që ta kuptosh një herë e mirë. Unë nuk të dua. Nuk kam ndjenja për ty në atë mënyrë dhe nuk dua të jap shpresa të kota. Nuk dua të fle me ty, nuk dua të krijoj diçka mes nesh, sepse nuk do të funksionojë. Kjo nuk është ajo që dua për veten time. Egli e shikon me një vështrim të tronditur. Sytë e saj mbushen me shgënjim dhe siklet, por ajo përpiqet të mos tregojë dobësi. Gjesti, pse po ma thua këtë tani? Më duket sikur po më largon qëllimisht. Ne kemi kaluar kaq shumë gjëra bashkë, dhe tani pa pritur më thua që nuk do më. I përgjigjet ajo me nervozizëm, duke mos pranuar ta pranojë atë që po dëgjon. Gjesti pshërëtin dhe kalon dorën në flok, i lodhur nga e gjithë kjo situatë. Egli, unë nuk dua të lëndoj, por është më mirë që ta dish të vërtetën se sa të vazhdojmë këtë lojë të pakuptim. Unë nuk dua të jem me ty dhe nuk dua të bëj më asgjë që mund të jap shpresa të rreme. Nuk është e drejtë as për ty, as për mua. Egli kafshon buzën, duke u përpjekur të përmbahet. Po mirë, nëse nuk më do, atëherë pse më dhe për shtypjen se ndoshta kishte diçka mes nesh? Pse nuk më largove më herët? Gjesti shikon anash, duke shmangur shikimin e saj për një moment. Sepse ndoshta edhe unë isha konfuz, ndoshta nuk e dija çfarë doja. Por tani e di. Dhe nuk dua të vazhdojmë më kështu. Nuk dua të lëndoj më shumë se kaq. Egli qëndron për pak qaste në heshtje, duke përpunuar fjalët e tij. Pastaj ajo ngrin, merr një frym të thellë dhe thot me një zë të dridhur, por të fortë, në rregull, Gjesti. Nëse ky është vendimi yt, unë nuk do të ndjek më. Nuk do të lutem dhe nuk do të kërkoj më. Ti e ke bërë të qartë. Tani e di ku qëndroj unë. Ajo largohet duke mos i dhënë asnjë mundësi tjetër për të folur, ndërsa Gjesti mbetet aty duke e vëzhguar me një ndjenjë të çuditshme boshllëku dhe lehtësimin njëkohësisht.